Përshëndetje, të dashur peshqi, mirë se erdhët në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Letra të hapura për ju kësaj radhe kemi 3 të monedhës, 4 të kupës, asi i shpatës dhe asi i monedhës. Kemi 2 asër këtu, 2 asër, që është bukur. Të dashur peshqi, keni qenë në një fazë mos përputhje të mbrëmshme. Nga njëra anë ekziston potencial për bashkëpunim dhe ndërtim, që është 3 të monedhës, nga ana tjetër lodhje emocionale dhe ndjesi, mërzi ose mosvlerësimi, që është 4 të kupës. Kjo gjendje nuk vjen nga mungesa e mundësive, por nga fakti që diçka nuk të ka përmbushur siç ke shpresuar. 2 letrat e fundit sjellin kthesën, asi i shpatës, qartësi mendore, vendimi prerë, dhe asi i monedhës, mundësi reale dhe fillime konkrete. Ky lexim të dashur peshqi flet për ndryshim të qartë, drejtimi kogja, absolutisht, jo për vazhdim autopilot, siç kemi bërë deri tani. Të dashur peshqi, po ta lexonin këtë lexim vetëm për dashuri, si do të tingëllonte. Në dashuri peshqit kanë dhënë, janë përpjekur, kanë bashkëpunuar, por 4 kupës tregon se diçka ka munguar emocionalisht, diçka nuk keni përmbushur, nuk keni marrë atë çfarë keni dhënë. Asi i shpatës sjell momentin e vërtetës, e të së vërtetës në fakt. Flitet hapur ose pranohet që kjo lidhje nuk po të jep më atë që kërkon, atë që të duhet. Asi i monedhës tregon se pas kësaj qartësie ose lidhja hyn në një fazë më konkrete dhe të sigurt, ose hapet vend për diçka të re, më të qëndrueshme emocionalisht. Qartësia është çelësi, jo sakrifica, pa kthim. Po të njëjtat letra, po t'i lexojmë për punë dhe para, edhe këtu ka qenë ndjesia, po e bëj, por nuk po më kënaq, po e bëj, por nuk po marr atë, nuk po paguhem, nuk po arri, nuk po fitoj, kështu në këtë mënyrë. 3 të monedhës tregojnë në fakt bashkëpunim dhe përpjekje, 4 të kupës tregon mungesë, motivim ose interes i rënd nga ju. Asi i shpatës sjell një vendim të qartë, ndërrim qasje, ndërrim drejtimi ose vendosje kufish. Dhe asi i monedhës sjell një shans konkret, dhe kjo është e bukur, që është rezultati një ofertë, një ide, një fillim që ka potencial real, jo vetëm premtim. Çfarë mund të bëni konkretisht peshqi për të dyja, në të dyja fushat? Prano që nuk je më i kënaqur aty ku je, qoftë në dashuri apo në atë punë, në atë investim apo çfarëdo që ka të bëjë në situatën e juaj. Fol hapur, qartë dhe pa rrotullime. Merr një vendim praktik. Kap një mundësi reale kur të shfaqet, mos e anashkalo. Këshilla që mund t'ju jap të dashur peshqi është mos e injoron ndjesinë e boshllëkut. Aty është për një arsye. Ajo është sinjal, jo dobësi. Kur mendja qartësohet, rruga hapet për diçka më të qëndrueshme dhe më të vlefshme. Të dashur peshqi.